Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk ndodhi brenda një dite. Faktikisht është gjëja që njerëzit nuk e kuptojnë. Tradhtitë e vërteta nuk fillojnë me një veprim të madh, por me një kufi të vogël që lëviz pak nga pak. E njihja motrën e gruas time prej vitesh. Ishte gjithmonë aty, në festa familjare, në dreka të dielave, në raste të zakonshme ku askush nuk mendon se mund të ndodhë diçka e gabuar. Dhe për një kohë të gjatë, vërtet nuk ndodhi asgjë. Pastaj martesa ime filloi të ftohej, jo me zënka të mëdha, por me heshtje, me mungesë vëmendje, me ndjesinë se nuk po më shihte më askush ashtu si dikur. Në atë boshllëk, pa e kuptuar, fillova të flisja më shumë me dikë tjetër. Fillimisht ishin biseda të thjeshta, ankesa të vogla, shaka, pastaj bisedat u bën më personale. Ajo më kuptonte, më dëgjonte, më shihte në sy kur flisja. Dhe kjo ndjenjë të bënte që të ndiheshe i parë. Është e rrezikshme kur je vulnerabël. E dija që po kaloja një vit u kuqe. E dija çdo herë që zgjidhja të qëndroja pak më gjatë në dhomën ku ne ishim vetëm. Çdo herë nuk largohesha menjëherë, por mendja ime gjente justifikime. Nuk po bëja asgjë të keqe, është vetëm një bisedë. Nuk ka ndodhur gjë. Derisa ndodhi ajo që nuk duhej të ndodhte. Jo në kuptimin fizik që njerëzit imagjinojnë, ishte vërtet një çast posa fizik aq edhe shpirtëror. E kam ndier aq shumë marrëdhënim në të, shumë herë më intensivisht se sa ajo që un kam me gruan time. Nuk ishte thjesht kënaqësi, ishte ndjenja e të qenit i gjallë, dhe kjo është ajo që më trombi më shumë. E kuptova se e rrezikshme është të gjesh jetë aty ku nuk duhet. Pas kësaj gjithçka ndryshoi. Nuk mund ta shija më gruan time pa ndier faj. Nuk mund ta shija motrën e saj pa ndier pesh. Çdo gjë u bë e ngarkuar. Çdo takim familjar ishte tension. Çdo buzëqeshje dukej e rrem. Nuk kishte fitues në këtë histori. Vetëm njerëz që lëndoheshin, ndërsa e vërteta do dilte. Dhe unë beta me barrën më të rëndë. Ta di që e kisha tradhtuar jo vetëm me një njeri, por me një familje të tërë. Qoftë edhe pa thënë me fjalë apo pa e treguar me veprime të hapura. Sot për sot e di, kufit nuk janë aty për të na kufizuar, por për të na shpëtuar nga vetja jonë në momentet e dobësisë. Dhe unë për një çast nuk i respektova. Ndodhi brenda një dite. Faktikisht është gjëja që njerëzit nuk e kuptojnë. Tradhtitë e vërteta nuk fillojnë me një veprim të madh, por me një kufi të vogël që lëviz pak nga pak. E njihja motrën e gruas time prej vitesh. Ishte gjithmonë aty, në festa familjare, në dreka të dielave, në raste të zakonshme ku askush nuk mendon se mund të ndodhë diçka e gabuar. Dhe për një kohë të gjatë, vërtet nuk ndodhi asgjë. Pastaj martesa ime filloi të ftohej, jo me zënka të mëdha, por me heshtje, me mungesë vëmendje, me ndjesinë se nuk po më shihte më askush ashtu si dikur. Në atë boshllëk, pa e kuptuar, fillova të flisja më shumë me dikë tjetër. Fillimisht ishin biseda të thjeshta, ankesa të vogla, shaka, pastaj bisedat u bën më personale. Ajo më kuptonte, më dëgjonte, më shihte në sy kur flisja. Dhe kjo ndjenjë të bënte që të ndiheshe i parë. Është e rrezikshme kur je vulnerabël. E dija që po kaloja një vit u kuqe. E dija çdo herë që zgjidhja të qëndroja pak më gjatë në dhomën ku ne ishim vetëm. Çdo herë nuk largohesha menjëherë, por mendja ime gjente justifikime. Nuk po bëja asgjë të keqe, është vetëm një bisedë. Nuk ka ndodhur gjë. Derisa ndodhi ajo që nuk duhej të ndodhte. Jo në kuptimin fizik që njerëzit imagjinojnë, ishte vërtet një çast posa fizik aq edhe shpirtëror. E kam ndier aq shumë marrëdhënim në të, shumë herë më intensivisht se sa ajo që un kam me gruan time. Nuk ishte thjesht kënaqësi, ishte ndjenja e të qenit i gjallë, dhe kjo është ajo që më trombi më shumë. E kuptova se e rrezikshme është të gjesh jetë aty ku nuk duhet. Pas kësaj gjithçka ndryshoi.
Nuk mund ta shija më gruan time pa ndjer faj. Nuk mund ta shija motrën e saj pa ndjer pesh. Çdo gjë u bë ngarkuar. Çdo takim familjar ishte tension. Çdo buzëqeshje dukej e rrem. Nuk kishte fitues në këtë histori. Vetëm njerëz që lëndoheshin, ndërsa e vërteta do dilte. Dhe unë beta me barën më të rëndë. Ta di që e kisha tradhtuar jo vetëm me një njeri, por me një familje të tërë. Qoftë edhe pa thënë me fjalë apo pa e treguar me veprime të hapura. Sot për sot e di, kufit nuk janë aty për të na kufizuar, por për të na shpëtuar nga vetja jo në momentet e dobësisë. Dhe unë për një çast nuk i respektova. Ndodhi brenda një dite. Faktikisht është gjëja që njerëzit nuk e kuptojnë. Tradhtitë e vërteta nuk fillojnë me një veprim të madh, por me një kufi të vogël që lëviz pak nga pak. E njëja motrën e gruas time prej vitesh. Ishte gjithmonë aty, në festa familjare, në dreka të dielave, në raste të zakonshme ku askush nuk mendon se mund të ndodhë diçka e gabuar. Dhe për një kohë të gjatë, vërtet nuk ndodhi asgjë. Pastaj martesa ime filloi të ftohej, jo me zënka të mëdha, por me heshtje, me mungesë vëmendje, me ndjesinë se nuk po më shihte më askush ashtu si dikur. Në atë boshllëk pa e kuptuar, fillova të flisja më shumë me dikë tjetër. Fillimisht ishin biseda të thjeshta, ankesa të vogla, shaka, pastaj bisedat u bën më personale. Ajo më kuptonte, më dëgjonte, më shihte në sy kur flisja. Dhe kjo ndjenjë të bënte që të ndihesh e i parë. Është e rrezikshme kur je vulnerabël. E dija që po kaloja një vit u kuqe. E dija çdo herë që zgjidhja të qëndroja pak më gjatë në dhomën ku ne ishim vetëm. Çdo herë nuk largohesha me një herë, por mendja ime gjente justifikime. Nuk po bëja asgjë të keqe, është vetëm një bisedë. Nuk ka ndodhur gjë. Derisa ndodhi ajo që nuk duhej të ndodhte. Jo në kuptimin fizik që njerëzit imagjinojnë. Ishte vërtet një çast posa fizik aq edhe shpirtëror. E kam ndier aq shumë marrëdhënie me të. Shumë herë më intensivisht se sa ajo që un kam me gruan time. Nuk ishte thjesht kënaqësi, ishte ndjenja e të qenit i gjallë. Dhe kjo është ajo që më trombi më shumë. E kuptova se e rrezikshme është të gjesh jetë aty ku nuk duhet. Pas kësaj gjithçka ndryshoi. Nuk mund ta shija më gruan time pa ndjer faj. Nuk mund ta shija motrën e saj pa ndjer pesh. Çdo gjë u bë ngarkuar. Çdo takim familjar ishte tension. Çdo buzëqeshje dukej e rrem. Nuk kishte fitues në këtë histori. Vetëm njerëz që lëndoheshin, ndërsa e vërteta do dilte. Dhe unë beta me barën më të rëndë. Ta di që e kisha tradhtuar jo vetëm me një njeri, por me një familje të tërë. Qoftë edhe pa thënë me fjalë apo pa e treguar me veprime të hapura. Sot për sot e di, kufit nuk janë aty për të na kufizuar, por për të na shpëtuar nga vetja jo në momentet e dobësisë. Dhe unë për një çast nuk i respektova.